Faleminderit për prezencën tuaj. Sot, fillimisht në këndvështrimin tuaj, rëndësia e këtij samiti që po bëhet në Tiranë, natyrisht Evropa liderët tashmë kanë zbritur në Tiranë. Po, pa diskutim që edhe vendet e mëdha evropiane qoftë për konferencat e karakterit tjetër, qoftë bëhet një garë. Më falni për digresionin që po shkoj aq lart, por unë di kur është mojt konferencë e RMBI-s ka pas një lloj gare ku do të marrë në Gjermani, në Britani apo në Francë, dhe është vendosur pastaj në Francë. Por nga kjo perspektivë, një Shqipëri e vogël, një Shqipëri që ka dalë nga izolimi, pa diskutim që është një imazh mirë, një bonus i mirë, sepse krahas 50 liderëve evropian që janë aty dhe nga rajoni, një media më je pa diskutim që sot bën që krejt vëmendje evropiane tjetë e përqendruar edhe mediale tjetë e përqendruar në Tiranë dhe që e thëmë ne Kosovarë një fjallë edhe nëse ja ke i natin jep ja hapën. Pa diskutim që është edhe një merit për mënyrën që e ka bërë politikën Rama në rrafshin ndërkombëtar. Natyrisht ka disa gjëra që s'na kanë pëlqyer, por kjo është mendoj një konfirmim dhe një shpërblim për Shqipëri, për politikën e saj jo konfliktuoze, zero konflikte që e ndjek në rajon. Po për Kosovën. Po për Kosovën, rëndësia këtij samiti. Sapo dëgjuam presidenten Osmani, e cila tha që kërkesa e saj do të jetë që të hiqen masat e BE-s Karshi Kosovës dhe të ketë një balans sa i përket Kosovës dhe Serbisë. Çfarë mund të ndikojë ky samit për sa i përket Kosovës? Unë pak herë fajtoj me presidentin sepse e kam konsideruar gjithherë si njeri kështu jo unifikus për çarçmi, po në këtë pikë duhet të pajtohet, pa diskutim se është fjalë e Kosovës, unë mendoj që është momenti i duhur prapë për ta adresuar këtë çështje aty, sepse edhe unë konsideroj që krejt ngjarjet që kanë ndodhur mas marrëveshjes së marsit vitit 2023, marrëveshjes së Ohrit, në fakt kanë qenë të drejtuara një lloj agresioni diplomatik, politik, ushtarak i Serbisë kundër Kosovës. Dhe mos harrojmë t'ju sjell diçka ndërmend. Kur ka marrë Serbia statusin e kandidatit, unë e di atëherë Gjermania ka insistuar me çdo kusht që Serbia mund ta marrë statusin e kandidatit në momentin kur shpërben strukturat. Prandaj, nëse Bashkimi Evropian ka probleme me Kosovën për shkak shkumjes së njësitë atje, atëherë unë i propozoj Bashkimit Evropian që ta kushtojë Serbinë dhe ta bëjë Serbia dhe mos ketë nevojë shkoj policia atje, do të ishte edhe zgjidhje më mirë. Po nëse Bashkimi Evropian mbyll syt para strukturave që janë Betit, Miloševićit, më falni, po kjo nuk ka kuptim dhe dorën zemër, po duket si një lloj disiplinimi që po i bëhet Kosovës ndaj karakterit, staturës së saj shtetënore. Ndërkohë, nga ajo që po deri me tani, pritja, përshëndetjet e Edi Ramës me liderët, çfarë ju la për shtypje, çfarë ndjesie ju krijoi? Pyetja është shumë e mirë sepse nxjerr një konkluzion që e thash nuk i mediat e Shqipërisë apo të Kosovës, Rama ka dy çështje. E ka atë çështjen ne që e themi këneta, kazane që i përdor aty. Mund duket ato i përdor si një instrument strategjik për të amortizuar zërat kredit. Por ta kam qenë në Tiranë si shef misioni, e kam pa domethënë në takimet me trupin diplomatik, Rama ka sharm dhe ka stil të komunikimit me faktorin ndërkombëtar, me diplomatët e ujit, dhe kjo le përshtypje. Unë e pash edhe pritja, mënyra që shëbën, domethënë tregon që Rama e ka kriju një staturë dhe e ka kriju një figurë jashtëzakonisht pozitive. Unë e di që opozita, si thush, i ka ato deklarimet nga njerë, ka ndonjë gazetar që edhe të ne që i thotë Shqipërisë narkoshtet, por dëgjoni, Shqipëria nuk është narkoshtet, është antare NATO-s. Dhe pa diskutim,
me këtë zgjedhje Roma ka fitu një qef të madh, sepse thot unë i fitova zgjedhjet me fjalët e juve, ju më dhatë premtimin që do shkojmë te Evropës. Dhe në fakt ky ka shku te pragu i BE-s dhe tani i thot ja kjo është fatura të cilën domethënë duhet ta marrë përsipër Bashkimi Evropian. Dhe ky nëse arrin ta antarësoj Shqipërinë në BE, atëherë vim në një situatë kur krejt lejtmotivi politikës kosovare të në vitën 90 ka qenë ideja një Shqipëri e fortë, një Shqipëri e stabilizuar i ndihmon Kosovës. Unë mendoj që një Shqipëri sa më afër dhe në momentin kur të hyjë në BE, pas që e rrit fuqinë e saj rajonale, unë mendoj që do të jetë një faktor i dobishëm edhe për Kosovën dhe përgjithësi për shqiptarët. Dhe kjo në fakt në mënyrë simbolike e bulos atë idenë që shekulli 21 është shekulli shqiptarëve dhe mbi gjitha e jetson atë ëndrrën e brezave të shumt në Shqipëri, edhe atyre të vitit 1990 kur u rrëzu diktatura komuniste, por edhe atë idenë e njohur të rividasve se për shqiptarët dielli lind andej nga brenda. Domethënë Roma ka një vokacion, ka një pasion dhe kjo është arsyeja mendoj pse ai po punon në kuptimin në mënyrë palëshme që ta jetësoj, sepse liderët dëshirojnë të mbeten në histori për disa gjëra që janë pastaj të pakalueshme. Dhe unë mendoj që ky e ka këtë ide, e ka këtë ëndër ta realizoj. Dhe me këto zgjedhje që ka bërë, unë mendoj që ai u ka afru. Ne po flasim për standardet e Shqipërisë, nuk po flasim për standardet amerikane dhe evropiane, por që ma ka thënë shumë në Shqipëri, të cilët janë kritikë të Ramës, thonë që është hera parë që në Shqipëri në bazë zgjedhje pa ndonjë konflikt të madh ose pa ndonjë vrasje. Se Zotri element domethënë është prezent. Ndërkohë që ne marrim zgjedhje të mira, të jashtëzakonshme, po kemi boshllëk institucional. Po, zotri Ukshini, edhe një pyetje t'ju bëjmë për sa i përket Serbisë, me qenë se është pjesëmarrëse në këtë summit. A mund të ketë Serbia ndonjë reflektim karshi raporteve me Kosovën, sepse në fakt e pam që disa prej liderëve që arritën në summit u pyetën për raportet Kosovë-Serbi dhe u tha që është e pamundur të mos diskutohet edhe për këtë pjesë dhe u kërkua një normalizim mes këtyre dy vendeve. A mund të ketë një reflektim nga ana e Serbisë? Ndoshta mund të ketë, po unë sigurisht konsideroj që Vučić do të jetë i kujdesshëm të mos ngjallë ndonjë debat të madh për shkak nga frika se mund domethënë të rrjedhë situata jo në dobi të tij në disfavor, por sepse mund ta ngrisë dikush çështjen pse ai ka shkuar te Hitleri rus dhe unë mendoj se është pak kështu në kuptimin rehabilitues. Ajo që ka bërë presidenti i Këshillit Evropian, mendoj që ka qenë gabuar, totalisht e gabuar, rehabilitimi që e bëri para këtij samiti Vučićit bëshkuar në Beograd dhe duke i dhënë rëndësinë Serbisë në këtë rast që janë po vi, samiti po bëhet në Tiranë, po ja na jemi prapë në së kuptimi me ndërtu një lloj balance. Po, i nderuar. Megjithatë mendoj që ai do të jetë i kujdesshëm. Politika serbe është dinake dhe sigurisht që ka informacione që të operojnë me kujdes, sepse aty janë pastaj edhe britanikët të cilët janë si eskavator në politikën evropiane, ani pse janë jashtë BE-s, të cilët dinë ta çortojnë rreth, sepse politika britanike ka një linjë pak më të vendosur, më konsistente dhe më me karakter nga gjitha vendet evropiane. Të falenderojmë shumë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë dhe gjithë këtë analizë që bëri sa i përket këtij eventi dhe gjithçka tjetër që lidhet edhe me zgjedhjet në Kosovë. Më të bashkë.